thonë që fati jonë është i shkruar. Edhe unë besoj në atë që thua ti. Dhe ku është i shkruar, vetëm me ditën e ditëlindjes ti mund të mësosh karakterin tënd, talentet, profesionet, me çfarë mënyrë ynë paratë, si shumëfishojnë, si balancojnë, çfarë profesioni duhet të besh, kush është karma jote, kush është partneri jot, cilat janë tendencat që ti, çfarë sëmundje mund të sjellësh dhe në qoftë se i ke disa nga ato sëmundjet, çfarë duhet të besh që ato të largohen. Në të njëjtën kohë, si sillesh ti kur ke frikë? Dhe gjithashtu, çfarë të sjell ty në depresion? Dhe çfarë duhet të besh që të dalësh nga ajo? Kur ti je në plus dhe në minus? Kush është personi i përshtatshëm dhe si duhet t'i sillesh ti dhe ai ty që ju të jeni të lumtur? Si një person ideal ta bësh bashkëdhëtar? Cilat janë pikat e dobta dhe të forta tëndet në bazë të ditës të ditëlindjes? Kush është fuqia e shpirtit që ti dalësh mbanë të gjithë kësaj jete? Cilat dhurata dhe në çfarë moshe hynë në zhvillimi personal dhe çfarë ndodh diçka e mirë apo e keqe në thonjza, por është mësim që ti të hysh në këtë zhvillim personal dhe në qoftë se deri në atë moshë ty të shkërkuar dhe a e di çfarë të shkërkuar të besh dhe në qoftë se ke bërë ty të hapet dera e fatit dhe merr dhuratat e Zotit, 10 dhuratat e Zotit në jetën tënde personale dhe në krahasim dhe me kolektivin dhe me partnerin dhe me njerëzit e tu. A do donje të mësonje pse ke ardhur në këtë tokë? Çfarë erdhe të besh? Çfarë mësimi solle? Dhe çfarë duhet të besh nga mosha 20 deri në 40 vjeç, ku duhet të jesh i përkushtuar e përkushtuar. Dhe çfarë duhet të bësh mbasaj nga mosha 40 deri në 60 vjeç? Çfarë pikërisht? Si duhet ta bësh atë? Dhe si mund ta tejkalosh? A e dinje që shpirti që kur ka ardhur nga mosha 0 derisa ti ka një mision, dhe në qoftë se ti nuk je në atë mision, ke probleme dhe bllokime. A e dinje dhe a dëshiron ta mësosh në qoftë se shpirti yt është takuar prap me fisin e babait ose të nenës? Dhe cilat janë ato dhurata që të japin ata para arsit nga ana e babait dhe e nenës? Në qoftë se ti duhet të punosh pak me veten dhe të lirosh ato programet e tyre, plagët e tyre. Dhe kur ti ke frikë, dhe cila është frika jote më e madhe, si sillesh dhe si duhet të dalësh nga kjo frikë? Këto dhe shumë të tjera mund t'i mësosh duke kërkuar nga unë analizën e artës të evolucionit të shpirtit vetëm e ditën e ditëlindjes. Unë jam këtu për të ndihmuar, por në të njëjtën kohë ti mund të mësosh dhe çfarë dite duhet të hapësh një biznes dhe në qoftë se e ke hapur, si do të shkojë ky biznes, me çfarë mënyre do të hyjnë parat, çfarë mësimi ka për të bërë ky biznes dhe shumë të tjera një artë të plot dhe të biznesit. Dhe gjithashtu dhe për ty që je të interesuar të gjesh një person ideal, partner, dhe në qoftë se do të mësosh me personin që je, si do shkojë marrëdhënia jote, akoma në qoftë se je në fillim, akoma dhe në qoftë se bashkëton dhe je i martuar, ti mund të mësosh gjithçka mbi marrëdhënien tuaj dhe ato pikat e dobta ti bësh të forta, të ndryshosh mënyrën e sjelljes që ti të jesh gjithmonë bukur dhe mirë me personin e zemrës tënde. Sepse çfarë do që të bësh, në qoftë se nuk ndryshon ti, nuk mund të ndryshoj partneri. Dhe në qoftë se
ti e le një partner dhe shkon në një tjetër, kjo do të thotë që edhe partneri tjetër 3 muajt e fillimit do të kalësh bukur, mbas 3 muajve do kesh probleme, sepse në qoftë se ke probleme brenda teja, traumat që nuk i ke parë, ato do të dalin dhe me partnerin tjetër. Për gjithçka jam këtu. Ti do marrësh guximin dhe të bësh diçka ndryshe. Gjithashtu, mund të them që ti mund të nxjerrësh dhe artën e ditës, mësimin e ditës, çfarë dite dhe çfarë energjie do ketë këtu. Për ditën e sotme, nëse do ta mësosh, në të njëjtën kohë mund të mësosh dhe çfarë energjie dhe çfarë detyre, karakteri, me çfarë mënyre do imparatë, do të thënë gjithçka prap një artë të plot nga ditëlindja në ditëlindje ose dhe kurdo që je për një vit. Dhe shumë të tjera. Por diçka tjetër më e bukur është se të gjitha këto informacione të jashtëzakonshme që kush e ka bërë artën dhe ti që se ke bërë mund të t'jap diçka falas, më shkruaj këtu ose në WhatsApp dhe në Viber me mesazh dhe kërko një nga këto në karakterin, talente, parat, çfarë të dëshirosh ti, dhe të kthej përgjigje. Dhe do shikosh, nëse je gati gjithmonë, që sa brenda bie kjo analizë artës dhe evolucionit të shpirtit. Por unë duhet të them dhe diçka tjetër, se jam këtu për të thënë që ti mundesh gjithashtu këtë informacion të jashtëzakonshëm ta bësh tendin, që ta kesh gjithmonë tendin dhe për fëmijët e tu, për njerëzit e tu, të bësh arta tek ata. Do të thënë mund të marrësh trajnimin me video të përgatitura dhe ta shikosh në çfarë do kohë që ti dëshiron. Me video dhe materialin. Dhe në qoftë se ti do të bësh që të njesh me certifikate që të punosh dhe të shpërndash këtë njohuri dhe në njerëz të tjerë, dhe këtu mundet dhe kjo të bëhet, sepse për çdo stadio, për çdo rast, se janë 3 epipeda, më falni. Thjesht fjala epipeda tani nuk më del, mund të marrësh 3 certifikata në anën bazike, në advance dhe të master, do më thënë që të treja mund të marrësh që të kesh të drejtë edhe ti, që të japësh arta në personat të tjerë dhe të paguesh. Prandaj, për të gjitha këto dhe në qoftë se t'intereson gjëra më të thella, mund të më pyesësh me mesazh në telefoni 0030 699 321 46 37. Unë jam Erita Cake, terapiste energjike, mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe jam këtu për ty të të ndihmoj me çfarëdo lloj metodash dhe çfarëdo lloj problemi që ke. Jeta jone është shkruar, por ti do ta mësosh kush është ajo kontrata juaj e shpirtit dhe të bësh diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Ju përshëndes dhe ju përes për gjëra të reja. Ju falenderoj.